jam Lule Shtry dhe Momo Media dhe jam 13 vjeç. Jam një nxënëse e shkollës së mesme, por krejt papritur u shndrova në një kujdestare mbrojtëse mjau mjau e tokës. Kur emocionohem më shfaqen veshët dhe bishti i maces, të cilat do të jenë pjesë e imja derisa të mposhtim alienet. Deri atëherë nuk mund t'i rikthehem normalitetit. Por them se kjo nuk ka shumë rëndësi. Unë kam gjetur shoqe që luftojnë për krameje. Shkojmë vajza, për të ardhmen e tokës ne do të bëjmë gjithçka. Lule Shtry dhe. Tjen ke vërteti. Deri tani asnjë televizion dhe askush në shkollë nuk e dinte sekretin tim. Përse duhet ishte pikërisht Marku ai që do të më hapiste në këtë mënyrë? Unë jam një nga vajzat mjau mjau. Jo, prit! Sërish turpërim. Mjaft, nuk kam uri. Atëherë, mund ta dim se çfarë ke Lule Shtry dhe? Edhe unë çuditë sepse nuk të kam parë kur të zgjohesh kaq herët. Çfarë ke, mos vallje së mur? Jam mirë, nuk e di sepse e teproni kaq shumë. Ti po sillesh çuditshëm. Forca Lorina, se tani ha diçka. Të kam përgatitur pjatën tënde të preferuar, shiko. Më falni, por nuk më hahet. Bëhet fjalë për diçka shumë të rëndë. Merr me njëherë doktorin e dashur. Ose më mirë dërgojmë tek një specialist, kam dëgjuar se është një laborator këtu afër. Më mirë dërgojmë në spital, ata atje janë shumë të aftë. Si thua, është mirë të marrim ambulancën apo të ikim me makinën tonë? Gjithë natën po mendoja për Markun edhe nuk munda të flija. Dhe si të mos mjaftonte kjo, këtë mëngjes më trajtuan si të sëmur. Dita nuk ka nisur fare mirë. Mirë dita, Mark! Ç'kemi? Më thuaj, ke bërë detyrat e orës anglishtes? Po, sigurisht. Atëherë mund t'i marr përgjigjet nga ty. Sigurisht, nuk ka asnjë problem. Çfarë katastrofe! Si mundi të më ndodhte e gjithë kjo? Por në fakt, kur ai më thiri në emër, unë nuk i thash që isha unë. I thash se jam njëra nga skuadra mjau mjau. Tani duhet të sillem sikur asgjë nuk ka ndodhur. Po, kjo është e vetmja gjë që duhet bërë. Kemi Lule Shtry dhe. Po përse? Në këtë moment do doja që të zhdukesha. Përse? Nuk është e mundur ta shmang shikimin e Markut. Më mirë ti them të vërtetën që jam një mace. Çfarë ke, Mark? Nuk do vish? Po vi direkt. Gjatë gjithë ditës nuk gjeta dot mundësinë për të folur me të. Unë doja që ta uroja të paktën për konkursin që po stërvitet gjatë gjithë kësaj kohe.
Në këtë situatë nuk do të mund të shkoj as ta shoh teksa luan. Mirë. Me sa duket, Luleshtrydhja pas ka për zemër atë qenin njerëzore aty. Dhe kjo më frymëzon për të bërë një plan shumë interesant, nëse nuk mund të kem unë, nuk mund të ketë askush tjetër. Sot Luleshtrydhja po sillet në një mënyrë shumë të çuditshme. Ke vënë edhe ti? Po, kam përshtypjen se është në humor të keq. Thjesht puna zakonisht të mbyllet goja, ndërsa sot s'ke thënë asnjë fjalë. Mos u shqetësoni, jam shumë mirë. Unë sot kam marrë diçka për ty, a mund ta provosh? Hiqini me një herë, mund ta di se çfarë janë këto. Është një mjet që përdoret për të bërë për të qeshur atë që është i mërzitur. Është e kohë, tani më duket dhe më e mërzitur se më parë. Dëgjoj, Luleshtrydhe. Po. Nëse ka diçka që të shqetëson, ndaje me ne. Shoqet për këtë gjë janë. E po, duke të parë me atë fytyrë të mërzitur, na bën të mërzitur edhe ne. E jep një buzëqeshje, të lutem. Ju falenderoj, por nuk keni përse shqetësoheni për mua. Jam shumë mirë, me të vërtet. Thjesht mbrëm nuk kam fjetur mirë dhe më duhet që të pushoj. Jepi Mark, jemi me ty! Je më i miri. Gati? Sulmoni! E preka! Pika parë! Ura! Marku fitoi pikën e parë! Po! Parakra! Parakra! Marku fitoi sulmin! Ai është i mrekullueshëm! Marku ul pranë tyre! Marku fshiu njerëzit në një peshqir të bardhë! Marku fshiu nga tjera! Ka ndonjë gjë që nuk shkon. Në stërvitje nuk më duket dhe aq në formë. Vërtet? Jo, unë jam mirë. A ka ndonjë gjë që të shqetëson? Ë? Kur kemi një problem, kjo ndikon në përqendrimin ton. Mirë, cila do qoftë të jetë arsyeja, shpresoj ta zgjidhësh. Javën tjetër do të jenë garat dhe mos e harro këtë gjë, mirë. Sigurisht. Kam ndjesinë se ajo po përpiqet të më shmang. Ose ndoshta është vetëm përshtypja ime. A e pat, ka gjysmore që pastron atë tavolinë me të njëjtin shikim të humbur. Sot është me të vërtetë e përhumbur. Me sa duket asgjë nuk arrin ta bëj të qesh. Më vjen shumë keq, por e kemi mbyllur tashmë. Përshëndetje, vajza. Ç'kemi, Mark? Po çfarë ka ardhur të bëj këtu? E po, unë po kërkoj Luleshtrydhen. Mos vallë ndodhet këtu? Unë nuk jam këtu, thuajini që nuk jam këtu. Më fal, çfarë? Flit me zë më të lartë se nuk po të kuptoj. Po ti thoni Markut që nuk jam këtu. Tani e kuptoj. Luleshtrydhja thot se nuk është këtu. Çfarë ke? Po çfarë thash unë? Në rregull, nuk ka problem, nuk prish punë. Gjithsesi do kaloj nesër. Në rregull. Më mirë po iki dhe më falni për shqetësimin. Ç'është ajo fjalë? Mirupafshin, vajza. Çfarë ke, Luleshtrydhe? Forca, mos bëj kështu, gjallëro pak. Erdhi të më kërkonte. Krijesat më të përshtatshme të universit janë qeniet njerëzore që mbushin këtë planetin Tok. Burrat janë qenie të dobta, janë fatëzi dhe mendje mëdhenj. Unë nuk arrit ta kuptoj. Përse Luleshtrydhja ka mgull të luftoj për t'i mbrojtur ata, përse e bën? Unë do t'i jap një mësim të mirë atij njeriu.
Po çfarë mendoj kështu? Do ta heq qafe më mirë, një herë e mirë. Tani e vendosa luleshtrydhe. Për të eliminuar njeriun tënd të dashur, unë do të përdor mënyrën jetësore më të ulët dhe më ekzistente në faqen e dheut. Nga ky moment, duhet I bindesh urdhrave të mia, monster. Herën tjetër kur dy të dashuruarit të shikohen, ajo do të jetë e fundit. E vendosa, do ta heq qafe atë përpara syve të luleshtrydhes. Urajo. E gjora unë, gjatë gjithë ditës nuk gjeta mundësim për të folur me të. Doja që t'i uroj fatën mbar përpara garës. Pikërisht sot fillon gara e madhe. Mjaft, nuk rezistoj dot më. Do ta mbështes atë nga larg, pa që nevoja që të më shoh. Goditje në parakrah. Me këtë ndeshje mbyllen përballjet e meshkujve. Ju informojmë se pas 1 minute fillojnë përballjet femërore. Erdhe shumë vonë. Ha? Je më I miri. Po ajo është luleshtrydhja. Hej, luleshtrydhe. Për ku po vrapon? Më lër të qetë, përse më ndjek? Dalo, të lutem, përse po jam bath nga unë? Dalo! Përse po ikën kështu? A mund të më thuash përse vazhdon të më shmangesh? Ka bosh rënd, Mark. Nuk është kështu si që mendon. Unë doja të pyesja për diçka. Duhet të më thuash të vërtetën, luleshtrydhe. Shiko, Mark. Po. Unë nuk doja të shmangesha, por të të uroja fatë të mbarë në finale. Hej! Tani nis shfaqja. Çfarë po ndodh? Një monster! Kujdes, Mark! Dalo aty ku je, mos u afro! Jo, unë nuk të lë! Ikë këtu, mbathja! Çfarë të bëj? Për të ndaluar atë krijes më duhet të transformohem. Por nëse transformohem, Marku do të zbuloj sekretin tim. Dhe kjo nuk duhet të ndodhë në asnjë mënyrë, nuk di se çfarë të bëj. Çfarë po bën aty? Të thash t'jam mbathja! Nuk mund të braktis! Mbathja, luleshtrydhe, largohu! Nuk mundem. Nuk mund ta lë në dorë të asaj krijese. Ky do të ishte fundi për ty, Mark. Mjaft. Në fundit sekreti im nuk është edhe aq I rëndësishëm. Gjëja më e rëndësishme është të shpëtoj. Transformimi I mjaushtrydhes!
mes nesh tani. O jo, Mark! Mos u shqetëso, është akoma gjallë, për momentin. Ç'kemi, voglushja ime? Do të ma paguash! Prisja këtë moment, dhe tani erdhi më në fund. E po, çfarë qëllimi ke? Më së e dukshme, dhe të heq qafe mikun tënd përpara syve të tu. Çfarë? Rje qetë. Dhe shijoje pamjen e kësaj qenie njerëzore teksa mbytet. E po, nuk do të lejoj që t'i bësh keq. Shiriti i zemrës! Rrezet e dritës! Si ndihesh, Mark, mu përgjigj? Çfarë po ndodh? E di se çfarë është qeliza asocione? Monstrat janë në gjendje të rigjenerohen. Më vjen keq për ty e dashur, por duhet shumë fuqi për t'i shkatruar këta. Dhe nëse nuk i jap urdhër të ndalen, ata do të vazhdojnë të shumëfishohen në pafundësi. Mjaft, ndalo! Nëse dëshiron mund ta bëj, por vetëm me një kusht. Atëherë pra, a mund ta dim se çfarë kërkon të kesh? E di mirë se çfarë dua, e dashura ime. Ne të dy jemi bërë për njëri tjetrin. Më lësho! I prano të vish me mua dhe unë do t'i kursej jetën mikut tonë të dashur, kupton? Mos e bëj! Më lësho! Rezisto, Mark! Të lutem! Nuk mund të jetoj pa ty. Nuk mundem. Mark, çfarë është kjo energji pozitive që po lind brenda meje? Çfarë po ndodh? Nga vjen gjithë kjo fuqi e madhe. Ti duhet jesh i çmendur. Ne të dy nuk jemi bërë për njëri tjetrin. Nuk duhet ti kishe bërë keq Markut. Do të ma paguash shtrenjtë këtë. Unë nuk dorëzohem përpara atyre si ti. Rrezet e dritës! Nuk më mori mendja që ishe kaq e fortë. Nuk duhet të më nënvlerësoje, sa keq për ty. Po, nëse ne të dy do të përballemi në këtë moment, mbase ti do të kishe dalë më mirë. Kështu që tani po iki, por do të kthehem. Nuk jam dorëzuar akoma, dhe një ditë do të bind të vish me mua. Po e merr veten. Për fat të mirë ndërhyra në kohë. Por këtë herë, në fakt, më duhet që t'ja tregoj sekretin tim. Por gjëja më e rëndësishme është që ai shpëtoi. Pafshim. Prit, shiko pak, unë dua t'ju kërkoj fali. Ju i ngjani kaq shumë një vajze që unë njoh dhe për këtë arsye ju thërrita në emrin e saj. Dëgjoni, mund ta di se kush jeni në të vërtetë. Nuk më njohu. Të thash një herë se kush jam, nuk e mban mend? Shiko, unë jam një nga vajzat miau, dhe detyra ime është që të mbroj të gjithë botën. Jo, prisni! Lule shtrydhe. Ja dola. Urime për fitoren. Faleminderit. Ishe fantastik, Mark. Më vjen keq që nuk i kam ndjekur ndeshjet e tua të tjera. E po, unë nuk jam ndonjë specialiste, por për mua ti je më i miri. Lule shtrydhe. Çfarë ka? Më bëhet vërtet qefi që ishe në ndeshjen e sotme me mua. Ku do të dali me këtë? Nuk e kuptoj. Çfarë po bën? Çfarë është kjo? Më shkoi në mendje të dhuroja një zilk.
Do të doja që mos jam bathësh më nga unë. I e macja ime dhe nuk do të lë më të ikësh. Eja tani, buzëqesh. Pafshim, shihemi nesër. Marku im i dashur u bëri një dhuratë. Do ta mbaj gjithmonë me vete. Nuk e lam kështu, Gish. Dështove edhe një herë. Diçka nuk shkoj si duaj, unë... Mos fol më. Ka menduar për një strategji tjetër. Çfarë po bën ai vetëm aty ulur në çati? I me të vërtet për të ardhur keq. Si mund të lejoje të të mposhtnin disa qenie njerëzore? Tart, paj! Mos u shqetëso, tani jemi edhe ne. Mund të rishi qetë se do ta heqim qafat të skuadrës të bezdishme në shumë pak kohë.